Zhaku, dua ta nis këtë bisedë me pyetjen që rrallë herë ja bëjmë njëri tjetrit. Si e? Patjetër. Si je Zhaku? Mirë, faleminderit, jam shumë mirë. Po ti si je? Shumë mirë, çdo herë mirë kur takoj miq nga Shqipëria. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. A i pritni çdo herë po kaq ngrohtë gjithë mysafirët që ju vijnë? Po, varet. Jo, derisa janë mysafirë dhe derisa i ke ftuar, do të thotë që e ka parashikuar gjithë angazhimin që do përfshi ardhja e mysafirëve. Kështu që mendoj që po, ne shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës njihemi për bujarinë dhe për mikpritjen, kështu që mendoj që po, edhe ti u ndjeve mirë, kështu që po. Sa e qasshme është Zhaku para çfarë do lloj rrethana? Varet. Më përpara ka qenë më shumë e qasshme, ndërsa tani ka ca filtra të vështirë dhe ca mure të vështirë për të kaluar. Pse? Sepse kur rritesh, kupton që koha është e pamjaftueshme, elementi kohë është shumë i rëndësishëm, sepse çdo minutë që kalon nuk kthehet kurrë më. Dhe ti kupton që në jetë funksionon mirë nëse ke një listë prioritetesh. Dhe këtë listën e prioritetesh do ta kesh për punët që ti do bësh, do ta kesh për qëllimet që ti ke, po do ta kesh edhe për njerëzit me cilët ti zgjedh të qëndrosh. Kur u rrit Zhaku që arriti ti kuptoj gjitha këto që po më thua tash? Mendoj që rritja është një proces i cili është në vazhdim, nuk është një proces stabil. Dhe që njeriu në etapa të ndryshme, për shkak të ngjarjeve të ndryshme, është i ndryshëm. Kështu që nëse më duhet ta kthej kohën edhe të mendoj për Zhakun kur ishte 20 vjeç, 30 vjeç dhe 40 vjeç, shoh që po brëndësia dhe skeleti është i njëjtë, por ngjyrat e këtij skeleti apo veshja e këtij skeleti ka ndryshuar. Besoj që është normale dhe është shëndetshme që të ndryshojë. Kur e përmend moshën 20 vjeçare, 30, 40, a ka tri ngjarje brenda këtyre 10 viteve që kanë kaluar që e kanë bërë Zhakun që është sot? Po, mendoj që ka. Që janë? Në moshën 20 vjeçare, mendoj që kryefjala e të 20-tave është Italia, duke parë që aty jetoja në ato vite. Dhe kam jetuar rinin se si duhet ta jetoj çdo 20 vjeçar, duke mos menduar shumë ndoshta për të nesërmen, duke mos plasur plane afatgjata apo qëllime shumë të kornizuara se ku do shkoja unë. Por mendoj që nëse në të 30-tat isha pak e zhgënjur ndaj vetes dhe thoja pse unë nuk kam qenë më serioze përse përket të ardhmes time, pse unë nuk e kam gjetur më përpara se çfarë duhet bëja me jetën time. Tani them shumë mirë sepse çdo njeri ka atë life pathin e vet dhe rrugëtimin e vet. Rrugëtimi i njerëzve nuk është i gjithë i njëjtë. Unë e kam shijuar të 20-tat ashtu siç duhet ishte, si një njeri pa shumë përgjegjësi dhe kam bërë mirë që e kam bërë sepse edhe kam bërë eksperjenca të shumta, të cilat më janë dashur në atë moshë. Kryefjala e të 30-tave ka qenë Kosova, sepse kam jetuar një 6-7 vjet në Kosovë dhe Kosova ka ndryshuar një mekanizëm tek unë, sepse unë vija nga një mentalitet evropian dhe u gjenda në një mjedis shumë atavik, shumë konservator, shumë tradicional. Mendoj që ardhja ime në Kosovë ishte shok kulturor për Kosovën dhe për shoqërinë e Kosovës në cilën unë jetoja. Qenia ime, attitudi, mënyra se si unë sillesha. Dhe ngjarjet apo mënyra se si unë jam raportuar me Kosovën ka bërë të kuptoj realitetin e hidhur të jetës. Pra, çfarë ndodh në shoqëritë që janë të mbyllura, që janë të traumatizuara, që nuk janë të zhvilluara aq sa duhet, si sillen ato me gruan, si sillen ato me individin. Dhe mendoj pastaj që 30-tat në të 40-tat janë dekadë shumë e bukur. Është ajo dekada ku ti je ende i ri, po ke më shumë para, ke më shumë pushtet edhe bën zgjedhje në mënyrë shumë të vetëdijshme. Dhe bën gjëra që ti realisht do. Dhe nuk bën gjëra që nuk do. Po fëmijëria e Zhakut si ishte? Fëmijëria ime është ndarë në dy pjesë, deri në vitet 90
kur sistemi politik në Shqipëri ka qenë diktatura komuniste, një sistem për cilin unë nuk isha shumë e vetëdijshme, nuk isha ende e vetëdijshme, për shkak të familjarëve të mi, të cilët kishin krijuar në familjen tonë një oazë paqeje dhe një oazë modern, lirie, duke mos na bërë që të ndjeshim të mbytur, të ngulfatur, apo sikur ne duhet ishim të barabartë me të tjerët. Më pas, kjo shisioni i fëmijërisë time përkon me vdekjen e babait tim dhe me rënien e sistemit politik, kur unë largohem në Itali dhe aty jetoj për disa vite pranë një familje italiane. Pra, ballafaqimi me kultura të ndryshme, me njerëz të ndryshëm, është shumë i mirë për një fëmijë i cili kupton që mikrokozmosi i vet nuk është vetëm Tirana apo lagja ku ka rritur, po shumë çka tjetër që e rrethon. Nëse ndalemi tek humbja e babait, e di që për vajzat është personi më i rëndësishëm, është një ekip ku nuk ka vend për askën tjetër, vetëm për vajzën dhe babain. Si ishte për ty humbja e tij? Babai im ka humbur kur unë kam qenë 9 vjeç, kështu që kanë kaluar më shumë se 30 vjet. Sigurisht humbja e një prindi është një dhimbje e cila është gjithmonë aty, nuk ikën asnjëherë. Vetëm që ajo me kalimin e kohës sheshohet. Sigurisht kur kam qenë vajzë e vogël ose kur kam qenë më e re, vuajtjet e mia kanë qenë më të mëdha, edhe dëshpërimi ka qenë shumë i madh. Por tani në moshën 43 vjeçare, mendoj që kam t'i kaluar edhe humbjen e babait apo të gjitha ngjarjet që më kanë ndodhur në rini apo në fëmijëri. Në një farë mënyre jam shëruar ose kam shëruar atë fëmijën e vogël që kishte shumë nevojë për dashuri apo kishte shumë nevojë për konfirmim. Zhaku sot, çfarë i thot asaj të voglës dikur? Mos u bëmë rakë që do shkoj mirë dhe dalësh. Me çka u habite kur e dëgjove për veten që ka qenë plotësisht e papërtet? Gjë që më vjen keq është kjo narrativa e Zhakut agresive. Dhe kjo e kuptoj që është për shkak të paragjykimeve dhe për shkak të roleve tradicionale gjinore që janë si të ndara me thik këtu në vendin tonë. Pra, një burr i cili është i zëshëm, është dinamik, e di çfarë do, është në vit të parë për sa i përket deklaratave, për sa i përket idealit apo vlerave në të cilat beson, është një burr i cili si epitet ka fjalën ambicioz, ka fjalën i suksesshëm, ka fjalën të një njeriu ekstrovert. Kur flasim për vajzat dhe për gratë të cilat bëjnë të njëjtën sjellje që ky burri që unë të përshkrova bën, ajo automatikisht fiton epitetin e një vajze agresive, një gruaje që është e tepërt, një gruaje që flet më shumë se ç'duhet. Dhe mua për këtë më vjen keq që kjo narrativa ushqehet nga mediat, ushqehet nga portalet, se është komode të kesh një valvul ku ti shfryesh gjithë frustrimin dhe gjithë inatin për ngjarje të ndryshme apo dëshirën për të qenë i pushtetshëm në ngjarje të ndryshme, dhe për këtë më vjen keq sepse unë të gjitha mund të jem, po agresive nuk jam, po jam një grua e zëshme, padyshim, jam një grua që e mbroj veten time, nuk jam e heshtur dhe kur shoh padrejtësi apo kur mendoj që duhet të flas ose kur mendoj që një deklaratë është shumë e dëmshme për audiencën dhe ajo nuk duhet thënë, patjetër që unë ndërhy, nuk kam fare frikë, por nuk jam agresive, kjo nuk është një narrativë e cila më përket. Kjo është ajo për cilën më vjen keq. Për të tjerat jam të pafundme lajmet që kam dëgjuar për veten time, titujt e portaleve që kam parë për veten time, por nuk dua fare të jap rëndësi apo të merrem me to. Mendoj që kjo është kryesorja. Mendon që njerëzit nuk kanë aftësinë që të lexojnë mes rreshtave? Për shkak që unë nuk mendoj as pak që është ashtu siç flitet për Zhakun. Unë nuk mendoj që Zhaku është agresiv as pak. A mendon që ata të tjerë nuk po arrin me lexu mes rreshtave të cilat të po i thu? Jo, mendoj që njerëzit e kanë më lehtë të gjykojnë se sa të kuptojnë. Do të thënë të kuptosh edhe jo patjetër të lexosh mes rreshtave, po të kuptosh për te asaj që cirkulohet. Që në botë, po edhe në komunitetin e vogël ku ti jeton, ka njerëz të ndryshëm që kanë karakteristika të ndryshme, vlera të ndryshme, modus operandi të ndryshëm, që jetojnë jetën në mënyrë të ndryshme, pa të dëmtuar ty, është më e vështirë se sa ta gjykosh atë njeriu. Ti ke zgjedhur çdo herë që të flasësh për temat që janë realisht tabu në vendin tonë, duke përfshirë këto edhe seksualitetin e femrës. Mendoj që gruaja fuqizohet ashtu.
E mbaj mend një deklaratë tëndën ku thua që meshkujt shqiptar femrën pas të 30-ave shohin si fantazëm. Po, nuk ekziston, zero. Pse thua kështu? E para punës për shkak të studimeve. Kam qenë eftuar në një emision, nuk po e them kanalin, në një emision shqiptar ku bëhen disa studime dhe polls përsa i përket çështjeve sociale që janë të rëndësishme për shoqërinë. Njëra nga këto studime kishte të bënte me zhvillimin e shoqërisë përsa i përket fenomeneve shoqërore, pra seksualitetit, të drejtave të gruas, dhunës ndaj vajzave dhe ndaj grave. Dhe në njërin nga këto pyetësor, për qytetarët shqiptar, vajza dhe gruaja mbas të 30-ave nuk ekzistonte, pra kërkesa apo dëshira për të pashur interakcion me një grua mbas kësaj moshe ishte e barabartë me zero. Kështu që të dhënat e thonë këtë. Dhe jo vetëm të dhënat, po edhe kultura pop, kultura e këtij globalizimi që jep grave mesazhe dikotone dhe mesazhe të cilat përplasen me njëra tjetrën. Pra, ky hiperseksualizimi dhe fakti që ti duhet të jesh gjithmonë në qendër të vëmendjes, ti duhet të jesh i klikuar, ti vetë mund të jesh objekti i cili do shitesh, dhe nga ana tjetër kjo kultura patriarkale të cilën ty të bën që të jesh e kontrolluar seksualisht, sepse morali yt si grua përcakton dhe moralin e familjes tënde. Mendon që në familjet shqiptare, në prindrit shqiptarë, është më rëndësishme me të mësu se qysh prehet një moll, apo ato se çfarë po i flet? Po, mendoj që është më rëndësishme të mësosh si qysh qitet flia. Qysh qitet flia, qysh me qit pite, e qysh me qit çaj rusi, se sa me përdor prezervativin. Edhe qysh me bo një zmet qysh dohet, pa t'u drill durt. Pa t'u drill durt. Qysh me majt qyt tabakan, si themi neve. Tabakun. Po, e mendoj që po, dhe më vjen keq për të, sepse mendoj që dhuna gjinore, sulmet agresive, përdhunimet ndaj vajzave dhe ndaj grave, po edhe ndaj fëmijëve, do uleshin dhe do reduktoheshin dukshëm nëse ne do integronim edukimin seksual në familje dhe në shkolla. Ka pasur një debat të madh në Kosovë përsa i përket kurrikulave, të cilat unë nuk i kam lexuar të gjitha, dhe mendoj që Kosova ka ekspert shumë të mirë përsa i përket edukimit seksual. Do doje ta kishe një zhaku të vogël? Jo. Pse? Sepse mendoj që disa njerëz prodhojnë nga mendja, disa njerëz prodhojnë nga trupi. Unë nuk besoj te martesa, nuk është që unë nuk dua dikë, apo nuk kam dashuruar, apo nuk dashuroj, apo nuk do të dashuroj asnjëherë. Unë nuk besoj te institucioni i martesës. Pra, unë nuk mendoj që për të dashur dikë, unë duhet patjetër të shkoj në bashki dhe t'i tregoj bashkinë dhe të firmos që unë këtë personin e dua dhe do jem angazhuar dhe do jem e respektueshme ndaj këtij personit. Më mjafton fjala e atij personit nëse edhe viceversa. Dhe nuk mendoj që unë jam e plotësuar si grua domosdoshmërisht nëse martohem apo bëj fëmijë. Nuk është në dëshirat e mia, është një përgjegjësi shumë e madhe. Prindërimi është një detyrë shumë e vështirë, se ti krijon qytetar të rinj, nuk e vetëm një gojë që do ta ushqesh. Është një njeri i ri, është një qytetar i ri që siç të thash lind me atë sistemin e vet dhe ti do i përshtatesh atij personi se ai nuk është shtojca jote. Dhe nuk e di nëse unë jam e gatshme ta bëj këtë gjë. Pse e thua kështu? Jo sepse kam frika do e bëj mirë apo jo. Thjesht sepse jo të gjithë njerëzit duan ta bëjnë këtë gjë, është zgjedhje personale. A vjen kjo që për momentin unë kam dëshirë ta bëj. A vjen kjo për shkak që zhaku e ka të vështirë ti besoj dikujt? Jo. Edhe kur kam qenë vajzë e re, që i kisha më të lehtë i besoja të tjerëve, nuk kisha një dëshirë. Jo, mendoj që ka shumë gra të tjera në botë, edhe shqiptare, edhe vajza që unë njoh, të cilat thjesht nuk e mendojnë që është një zgjedhje që përmbush dëshirat e tyre. Çfarë është diçka që zhaku t'i bie në sy qysh në momentin e parë që takon një person të ri? Për shembull, mu po më takon për herë të parë. Gjëra trupit, mendoj. Gjëra trupit. Çka po të thot? Që je përgatitur, sot ka ardhur e përgatitur, edhe je shumë e fokusuar në atë që po bën, sepse që nuk kemi ardhur, ti nuk e ke ndryshuar kur pozicionin. Okej. Dhe nuk e pir asnjë grong verë.
Dhe nuk je qetë si jam unë jam e qetë, për shembull, ndërsa ti je në pozicionin të gazetares dhe nuk je shkrirë. Unë jam shkrirë gjatë kësaj bisede. Kam pirë verë, kam lëvizur disa herë, tregoj që jam comfortable me ty, jam komode. Ndërsa ti ke një stres shumë të muri, të cilën mendoj që unë nuk e shoh, po ti e ke aty dhe unë e shoh. Çka nëse kjo jam unë? Po, mund t'jesh kjo, po unë s'besoj që ti je kjo. E di pse, sepse mendoj që këta njerëzit që janë shumë të kornizuar, në të vërtet janë më zjarë se sa këta njerëzit që si unë janë shumë ekspansiv. Si arrin Zhaku ta kuptoj Edhe nga qesha unë të kuptoj që kam të drejtë. Fillova në drejt pozicion. E kuptoj që kam të drejtë. Si e bëj unë, po ku di unë, eksperienca jetësore, lexon libra, pastaj mbas një farë moshe, e di si është puna e jetës, edhe qëndrimit dhe funksionimit në shoqëri. Sjelljet dhe individët kanë pattern. Sa më shumë ti jeton, aq më shumë ti njeh pattern njerëzor. Sa shumë i zgjedh njerëzit që mban afër? Shumë, i zgjedh shumë, po. Në çfarë lloj mënyre i zgjedh? Mendoj që më afër mbaj njerëz të cilët flasin gjuhën time. Besoj në vlerat në të cilat besoj unë, ka një mundje të hapur si unë, besojnë të energjia në të cilën besoj unë, pra nuk jam paragjykues ndaj të tjerëve. Një pjesë shumë e rëndësishme e jetës time i dedikohet aktivizmit. Aktivizmit për të drejtat e njerëzit, për të drejtat e grave, për të drejtat atyre shtresave vulnerabël. Dhe kjo aktivizmi është një gjë që ti dhuron, jep nga koha jote, dhe personat me të cilët unë bëj aktivizëm janë njerëz si unë, që unë dua shumë, që më suportojnë, që suportoj, me të cilët ndajmë interesat e njëjtë dhe me të cilët karikohemi intelektualisht. Kur e humb njeriu veten tek Zhaku? Kur e humb, gjithmonë. Kur, në çfarë lloj rasti për shembull? Po ja, mbasi rrin me mua pak kohë edhe bisedon, edhe ndihesh komod edhe kupton që unë nuk jam një njerëz që të gjykoj dhe ti fillon të tregon sekretet e tua. Unë mbet tek unë edhe pastaj unë të mungoj. Edhe pastaj thua, sigur ta takoj edhe një herë atë Zhakun, më duhet ajo energjia e saj, më duan ato fjalët e mira të saj, më bën të ndihem mirë, më bën të kem besim te vetja. I miss her. Çka nëse kur kthehem në Kosovë i bie prap telefonit tënd, do më hapet telefonin? Unë e di që do më shkruani prap. Se jam keq sot. Unë e di që do më shkruani prap. Dhe bires do bëj print screen, do ta ruaj edhe këtë pjesë të bisedës nëse do transmetohet dhe do të them si do ta kisha bërë me pagesë. Mendon që je aq komode sa të tjerët ta hapin zemrën? Aq lehtësisht? Po, jam shumë komode. Në përgjithësi jam ai njeriu ku njerëzit vinë rrethehen, edhe ku njerëzit kanë nevojë për këshilla, ose miesht kanë nevojë për këshilla, vinë gjithmonë, ose jam ajo psikologja e pacientëve të mi që më shkruajnë çdo mëngjes. Po, unë jam ai personi i referimit për miqtë e mi. Jam ai personi ku vim tregojmë, kërkojmë këshilla, gjejmë zgjidhje, qem hallet. Do më ndal pak tek pjesa e televizionit. Kam parë në shumë formate. Për shembull, ti je pjesë e një emisioni siç është Përputhem? Po, Përputhem, pra të njihen të rinjt. Sa ishte e vështirë me u merr me këtë çështje? Shumë e lehtë. Shumë e lehtë, sepse unë vija nga një big shumë i vështirë. Edhe, me thënë drejtën e kam thënë si metaforë këtu, ndonjëherë, domethënë nga bigu më duke veta sikur vija nga një general nga lufta e Vietnamit, dhe në Përputhem më duke veta si roje parkingu, domethënë çdo gjë është e qetë, ka lëvizje të vogla, vinë njerëzit parkojnë makinën, po jo që unë si roje parkingu më duhet të kem në vëmendje të jem në alert gjithkohon, siç isha general në luftën në Vietnam. Kështu që jam në një tjetër pozicion ku unë shoh dashurinë, vlerësoj dashurinë, trajtoj dashurinë. Zhaku është shumë energjike dhe duke qenë kështu, ka qenë dhe pjesë e një produksioni le të themi si është Big Brother. Po. Arriti ty të harxhoj gjithë atë energjinë që e kishe? Big Brother është konsumues. Që është shumë i lodhshëm. Po, Big Brother është konsumues. Ata që e përjetojnë si eksperiencë dalin edhe thonë është konsumuese, është e vërtet. Sepse Big Brother është një eksperiment që ndodh edhe me ty që je gazetar, edhe me ty që je opinionist, edhe me publiku, me audiencën, me ata që janë produksion që e bëjnë, me ata që janë banor brenda. Pastaj, duke qenë një show që është i përditshëm,
audienca identifikon veten tek personazhet që ndjek dhe ndjen sikur ka pushtet mbi ta duke votuar edhe sikur ka fuqinë e duhur për të ndërhyrë në jetën e tyre dhe për të ndërhyrë dhe për të vënë drejtësi në vend aty ku audienca mendon që nuk ka drejtësi. Dhe mbasi ky show mbaron, kjo dhimbja dhe largimi dhe shisjoni, ndarja nga ky personazh i dashur është shumë e fortë dhe njerëzit nuk e pranojnë dhe duan patjetër të vazhdojnë showin e tyre dhe të monitorojnë në një farë mënyrë se çfarë ndodhi me personazhin e tyre të preferuar dhe apo i shkojnë gjërat mirë personazhit të tyre të preferuar. Do ta bëje prap? Do doje të ishe pjesë e këtij edicioni? Jo. 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 Nuk ka që e bën më. Jo. Se? Brenda një herë, jo, absolutisht. Jo, ti je pjesë e asaj karrige që ishe, jo pjesë e shtëpisë. Ndoshta vitin e kaluar, po. Pse jo këtë vit? Mendoj që ndoshta vitin e kaluar mbas duke parë që kam qenë te dyshi, mendoja që do ishte mirë ta kisha bërë edhe një tresh, të kisha mbyllur ciklin. Përse përket anës profesionale flas. Pra ti merr një nisëm të re profesionale, bën një herë eksperiencën në asaj nisme profesionale dhe thua që unë ta përjetoj plotësisht dhe të rritem profesionalisht dhe ta mbyll këtë projekt, mendoj që do ishte mirë profesionalisht që unë ta bëja edhe një herë. Por ajo nuk ndodhi dhe këtë vit unë mendoj që jam shkëputur nga Bigu dhe jam e lumtur që nuk jam, me thënë të drejtën. Nga jashtë po e përcjell? Po e përcjell, e kam përcjellur edhe atë të Kosovës, jo me këtë fanatizmin e çmendur që zakonisht ndiqet Big Brotheri, duke parë profesionalisht, duke parë banore, duke menduar se nëse do isha unë opinioniste, çfarë do thoja, si do ta trajtoja, si do i ndërtoja personazhet. A e ke tani një të preferuar që i ke vënë një epitet nga jashtë? Po, Gjestin e kam preferuar, po Gjesti i ka vënë vetë një epitet vetës, nga që bën Gjesti, kështu që mjafton, po unë e quaj Cutie, se më pëlqen që është i lëvizshëm, i vogël, që vishet me rozë, më pëlqen që është e kundërta e burrit menamuz shqiptar, me i burri shqiptar, i fort, me sedër, me... Më pëlqen ajo rrëmuja që ai krijon dhe më pëlqen që këto gjeneratat e reja janë më të qeta, më tolerante, me më pak të sedrën. Zhako, e di që jam në gjendje që me fashtu bisedën. Ata thash që do të mungoj. Ata thash. Fillove me mungu, halo pa ik. Zhako, në falenderoj shumë për krejt këto momente bashkë. E shijova shumë gjithë bisedën dhe nuk do të lëre hatë edhe pas intervistës. Okay, you're welcome. Thank you, kënaqësi. Po do ta pish një gotë në një kështu? Po, patjetër.